Minister, po unë përshikoja, do thënë, po bënim një volumtim të vogël për ty, dhe si po ecin ke qendra ke ekonomike? Cila që ke bërë për inovacionin, për start-up? Në inkubatorit ekonomiku ka qeduar të pjesa e infrastrukturës. Nuk pranon Universiteti i Tiranës që të bëjë infrastrukturë. Po pse më bërë gjyrat? Se janë ignorantë, si pse? Ka i se kupton që ai ka qenë 83-shën, 3 vjet para se lindja unë ai ka aty dekan apo. Çfarë ti flasun ti për inkubatorin? Tonë, jo arsysh ti e ke bërë një të shpjegosh gjyshit diçka, të mbush mendjen gjyshit kurse bloku kriptomoneda. Si mund ta bëjmë? Si mundet që këtë gjë realisht bëhet, sepse unë kam 400 studentë, unë kam burimet që si ka asnjë sot. Dhe unë e bëja atë me iniciativën time. 400 i bëra 700, se më mblodhën nga gjithë universitetet. E pa që bëhesh bukur aty, më mblodhën nga gjithë, më vini nga epoka aty. Mirë, pse nuk e bëjmë privatisht? Pse nuk i qejmë në mënyrë për ta bërë privatisht? Sepse unë mendoj që është një nga vlerat e shtuara. Do investim, do kohë. E provojmë privatisht. Ne kishim inkubatorin e inovacionit mund mes bllokut, ku ka qenë ai përballë, po bëj pallat tash në Jollafi. Në përballë Dafit që po bëhet një pallat, pa. Ka qenë Universiteti Metropolitan. Po. Aty u bëra atë inkubatorin e inovacionit. Do kohë, do lek, do investim, do përkushtim, do infrastrukturë, do... Se shekullaj është inkubatori. Nuk e bën dyshim për është një super vlerë e shtuar edhe për ekonominë shqiptare për Shqipërinë. Me rësisht vlerë e shtuar, madje unë duke marrë parasysh primitivitetin e ekonomisë shqiptare. E mendova ndryshe. Si ndryshe? E mendova. Janë 5-6 ide. Nga këto që janë sot, idet që kryesisht vinë janë kaps. Ne të thonë drejtën. Ideja është idet që vinë nga të rinjt sot janë kaps. Sepse nuk janë si të rinjt që janë jashtë, që kanë parë, kanë një veri mendimi nga sistemi akademik, nga librat e kanë lexuar drejt tanë të rinjt, tanë që kanë pa Allah, kanë pa blokun astirin që është qelbësirë komplet, freskun që pret nga një që jeton astir. Sa do të mirë të janë të rinjt tanë, sa do të kemë parë, në maksimum një është TikTok. Dhe që vurare unë, këta janë të talentuar. Pse kanë natyrale, janë të shkathur, mësojnë, po të kenë pak që kishte koka, e këta. Dhe, por mos prit, bëra një tweak të modeli inkubatorit, në sensi që bëj këta grupe me cross skills, pra një artist të mirë, një ekonomist të mirë, një programust të mirë, si që mësojmë një në shkollë, por çfarë? Je po ati ide, dhe je po si project management. Për shembull, idea ime është të tier lesh. Pra, e bëj projektin unë, pra e ke jo mentor, si këta që kemi ne, unë e ti që dalë për konferenca dhe këta bëj mentor. E jo në Shqipëri mentor janë ata që s'ka bërë një biznesin e tyre, po mentorit, tjerë kodë. Të ta i të bën salata, po. Se seriosisht, të tjerë që s'do të bënë. Dhe pak ka shumë, nuk ka gjë më të keq se edukimi keq. Ta bëj pak pas, të një episod që nuk e harroj sa të jem gjallë. Pas protestës studentëve, bëhen një protest tjetër, që ose marrë për këtë, për parkun kopshit zoologjik. Që isha i konflikti mes Universitetit Tiranës dhe Fakultetit Shkencave të Natyrës dhe Bashkisë Tiranës. Dhe u hodhën gjyqta me një tjetrin, kush e merr pronësi. Këta deshën ta bënin barbarat pa pallat, këta deshën ta marrin akoma me brekën për këmbë siç e bën universiteti, po çuhet si ka ishte. Dhe gjatë rrugës po kthehesha unë nga mësimi dhe po kaloj aty te kryeministria. Rrugës po shihja këta që po vinin. Dhe bën një nga këta profesorë do vishta ndihmoshta në këtë kauzën tonë. Dhe çfarë po bëni, po se di. Po kështu apo protestojnë për pjesën e kësaj ta jemi në gjyq me po ku po vjen protestojnë gjykata administrative. Po bëu me kreshje të mëdha tash. Iki e bashkon. Edhe aty duhet të jashtë gjykata administrative. Do të themi diçka ta. Isha para ca kohësh në Gjermani me një program trajnimi, thanë Allah mos ja. Edhe bërim një eksperimente në shkolla me azotin e lëngshëm aty diçka të tillë, thotë. Na e bën ata gjermanët aty, tha dhe unë në fund fare më kapi një panik, tha më ndiva keq shumë. Pse çfarë nuk s'ka para azot apo? Jo, tha, po aty kuptova tha që kisha 15 vjet që të shkencave të natyrës e shpjegoj eksperimentin gabim tha. Pra ti e kupton çfarë thotë? 15 gjenerata valum miku. Sepse nuk e ka provuar një herë gabim. Po se koton ajër apo? Dhe puna këtyre mentorëve që do doran. Dhe ç'po thosha, kthej pra te inkubatori. Inkubatori këtu funksionon në një dhe vetëm një formë, ndihmim. Do të thonë që jo të ja përshtypje 25 vjeçar ato me gjeneroni biznes, sepse këta kanë një problem kulturor këta tanë sot. Që këta e duan për një muaj gati. E duan të jetë fitim purs për një muaj, treg për një muaj, dakor? Pse s'kam rrogën, pse s'kam atë.
është një punë impenjative sa 4 fishin e inputeve në burimet njerëzore. Dakor? E ideja është që media këta të afërtit i bëja 5-6 biznese të mëdha të tipit që kanë ndërmend. Çfarë? Të investojnë në projekte dhe ide inovative. I mbledh një form boardi dhe u thua, Loni, shkoj se sa biznesa ta bëj ti inkubatorin? 5. Dakor? Qeti, Loni, Miri, Zamiri, Pamiri, Ana, çka kanë këta. Dakor? Se këta kanë lekun, edhe pse janë ignorant nga ana kulturore, ekstrem, dakor? Këta kanë lekun në. Dhe thua, për të operuar ky inkubatori do ja fuskot 100 lekë në muaj. O ti ndani pak ta vendosin sipas përqindjes si ti ndani. Dakor? Na 10 lekë i bie secili. Tani, zgjidhni nga këto ide secili nga kush do investoj. Dhe unë do marr përsipër për këtë ide, të ta mentoroj, ta bëj si project management. Derisa të arrijë në treg. E klienti do marr përsipër këtë, pra është një ta quaj product manager ose business manager që merr këta dhe i formozon nga të rinj të talentuar në njerëz të punës. Se ndryshe, tu thuash atyre çfarë ide ke ti, hajde prezantoje këtu, i bie eficiencë e humbur, kohë e humbur pa pik fare po ide. Në ky që më dyre se si mund të funksionojë inkubatori këtu. Në merr 3 talentuar në ekonomi, 2 me koka, një ande, një këtë, dakor, dhe u bën kështu si project management. Derisa ata të futet te pjesa e tregut, se nuk kuptoj çfarë është tregu akoma. Jam shumë dakord. Mendimi im si mund të funksionojë diçka tjetër. Jam shumë dakord se jo më larg se dje unë isha te një nga këto evente organizuara me që bëjnë këto organizata ndërkombëtare. Gizi. Edhe bëri një tip panajiri tek kolonat e sheshi Italia. Ishte kapstrik më komplet. Për mendimin tim, është fatkeqësi e madhe sepse është humbje në para, është humbje në kohë, humbje në burime njerëzore dhe humbje në pritshmëritë e njerëzve. Problemi më i madh që unë kam me donatorët, edhe mbi të gjitha me Gizin sot. Dhe unë kam kaluar të gjitha më shumë. Është humbja e besimit që ka marrë te rinia. Edhe të rinjt sot nuk e ke idenë sa e vështirë është. Dikur ishte shumë kollaj, do thosh hajde se bëj një program trajnimi nga filani nga Pisteku. Të rinjve sot do thuash hajde se bëj një program nga Gizi, ore nuk e marrin mundimin fare. Pse? Sepse dinë që në bazë të çdo programi të është korrupsioni. Ne unë këtë kam të faktuar, nuk e flas fare. Është korrupsion. Dhe një institucion që presupozohet të jetë gjerman, që na jep ne polin idealin e kujt të mirësisë, të punës, të working hard e tjera, të transformohet në një farm të tillë, që ta marrë vesh të rinj, jo në ti që pi mujt e burimit, që i di malla si bën punë, me kupton tash Shqipërisë atë. Po ta marrë vesh studenti im është turpo, do thotë që ti e ke bërë balt komplet. Pra, ti po thua pak a shumë që neve Shqipëria është një lloj toke e fertile për këtë për pjesën e këtyre institucioneve ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare që të bëhen të korruptohen dhe ato këtu kanë. Kështu ka ndodhur. Se njëta gjë besoj është ke USAID-i. USAID-i ka qenë me nam. Po në kohën që filloi korrupsioni nga lopant USAID-i, nuk ishte mediat sociale kaq të përhapura si sot. Edhe njerëzit nuk e dinin USAID-i si presidenti i Amerikës. Atëherë ishte edhe ignorant akoma, kupton ti mjafton thoshë USAID-i, ushtria hapte traum kaloi aty. Kështu ka kaluar një shokim dogan, vetëm me logon e USAID-it. Atë kohë, kupton, sa ignorant kemi qenë. Po sot, ne harrojmë që kaq është Tirana. Ti di shumë mirë. Ne po marrim vesh kush po flet me kë, jo kush po me lek te kuj. Është më kollajshme po. Dhe ka, nëse e marrë dëgohet me USAID-i. Bëri ja 2-3 programi më skandaloz i USAID-it ka qenë diku te $175 milion që ka pas të bënte me reforma territoriale. Mega skandal. Nuk e di si e mbyllën si e vitisën. Por që fatkeqësia më e madhe se dikush do bëj lek nga një tjetër. Fatkeqësia më e madhe këtu është te pjesa e kohës. Ne kthehemi si te Macondo e Gabriel Garcia Marquez, dhe të 110.000, unë që Macondo vazhdon aty. Edhe ne kjo është më e keq janë, thënë pse ikin drejt, pse ikin ata, pse ikin studentët që takon tani pas mësimit. Çfarë ai do merrte letra se do ikte në Belgjik. Hajde të firmosun prifte mbara, vetëm ik mos shoh këtu fare. Ik. Çfarë ti them aty, këtu s'ma bën zemra. Unë do flitë një intelektual. Po çfarë mund bëjmë ne që të rinjt të mos ikin? Pra, një nga ato gjëra që dhe mua më dhëmbë, edhe si qytetar i Shqipërisë, emigrant që jam kthyer, edhe si profesionist s'kemë të po edhe si profesionist, edhe si business person, se më duhen njerëz të mirë për punën. Eksakt, s'kemë të punuar. Dhe këta të mirët
ose që janë në proces për qenë të mirë, po ikin. Pra çfarë mund bëjmë ne si shoqëri, jo si politik, ne si biznese dhe si shoqëri që ne t'i krijojmë një lloj fryme që këta të kenë një mundësi, të kenë një shpresë për të ndëjtur. Shërlin, këtu është si oktapodhi. E përësysh, si oktapodhi që nuk din atë bët dorë. Edhe pse oktapodhi është një specie shumë e zgjuar. Nuk e di Po kam lexuar, kam dëgjuar. Ka një super tru, kupton? Dhe ne në çdo fjalë që ti thua ka problemet e veta. E para herë duhet ti the jo me politikën. Në shikon në çfarë gjendje na kanë pru këta pisa ne, saqë ne të dytë intelektual prap ndruhemi të përmendim fjalën politikë. Jo, teorikisht është një fjalë ekskluzive, jo një sekondë, është një fjalë ekskluzive i qytetarit. Dakor? Se edhe ndarja e sistemit të shpërbërjes në një qytet është çështje politike. Është e kam seriozisht çështje politike. Ndërsa ne intimidojmë kur themi politik. E di pse intimidojmë? Sepse si çdo gjë në këtë vend janë keq kuptuar për kufizimet me çfarë janë vërtet. Domethënë, ne na shton që politika në këto 30 vite është kjo që kemi parë në televizor. Jo. Këta mund të jenë kriminal, këta mund të jenë kamorsa, hajdut ordiner, dakor? Përdhunus, pedofila, se çfarë kanë këta që janë këto politikë. Ti them që njoh nga afër. Çka më kanë pak të arsye duke dëgjuar ta vesh. Se jo çam ke thënë ti e dikush tjetër. Këta mund të kenë gjitha këto, por jo politikë. Këta nuk janë politikanë. Ta garantoj. Pa ata janë politikë bërës i këta gjithsesi, ata kemi. Jo, këta janë Gjon Turqit që administrojnë Shqipërinë. Dakor? Dhe në këtë sens, njerëzit duhet të bindën që politika është tjetër gjë. Është rrahje e idesh pikë së pari. Unë e ti do therremi për idetë e mia dhe të tua, derisa dalin njëra të më zotrojë. Por kur mbaron kjo theri, ne prapë do pim për çevin tonë dhe do diskutojmë për çfarë mendimi ke për këtë pikturë, për këtë ujë, çfarë shifore ka kjo etj. Pra, politika është rrahje e idesh që këta se kanë bërë ndonjëherë. Po shpjegoj sot studentëve, ore, çfarë mendoni, çfarë është politika fiskale? Si ndikon në biznes? Vjerë vërdallë, vinë vërdallë, më thua hiç fare. Tha taksat presor tha njëri. Po mirë them unë. Është njëri tha, çfarë mendimi keni, taks progresive apo taks e shes? Se ky është debati ignorant në Shqipëri. E fillon të zihesh me një tjetër. Ata që kishin familje të tjera, thonë e dallon më një herë, e kupton? Ata që kishin marrë thon progresive është e thjeshtë, dakor. Po pse zihemi? Po edhe se kështu, sa nga ju e njojnë sistemin e taksës? Edhe viti i parë, s'ke lexuar i faqe, çfarë zihemi? E para dyta. Principi i parë është që në taks duhet të kesh pa të taksosh, se si e takson, e rregullojnë. E keni bërë për fushat elektorale për gjëra të tilla, çdo parti nuk flet ndonjëherë si të gjenerojë për të taksuar, po si o ta marrë. Nëse unë zihem me ty për takse progresive dhe ti për të sheshta, të dy po zihemi si o ta marrim. Po kur nuk ka, çfarë do marrim? Pra në 30 vjet ne nuk kemi pasur një model politike që të mendoj si do gjenerojë. Iku kjo politika. Vim te pjesa e biznesit që ti. Biznesi ka dy moneda, ka dy faqe të një monede. Është pjesa e mirë dhe pjesa e keqe. Ta nis me të keqen direkt. Pse 86% e të rinjve shqiptar nuk duan të punojnë në organizata shqiptare? Se kanë shumë të drejtë. Sepse kanë shumë. Kush e ka bërë këtë sondazhin? E ka bërë monitori. Jo, nuk është nga këta traplliqet që bëjnë në media sociale, po mëra, është i qëndësishëm. Sepse kanë shumë të drejtë. Dhe unë kam vënë që çdo student imi që ka ikur nga kombani shqiptare, edhe pse me më pak rrok, nuk kthehet më te shqiptarët. Pse? Për disa arsye, se ka të bëjë me kulturën organizative. Ne nuk kemi institucione me kulturë organizative. Më gjej një institucion shtetëror që të ketë mision, vizion. Ta ka të shkruar, një. Po s'ja dorë që në tjetër. Aspa. Çfarë është aspa? That's my point. Çfarë është aspa? E dyta, më gjej një kompani private që ka mision e vizion. Agna. Po lere më çka ka shkruar Vasili si duhet për trajnime. Ore çfarë misioni ka vërtet? Ore ka të provoj duat. E ka të shkruar. Agna, mirë, hajt, po ta marr për mision me që ti e ke xhan Vasilin. Edhe unë kam xhan, po s'e kam me respekt. Po të them tjetër gjë. Një organizat, hiç Agna. Dakor. Se di, nuk e di. Që ka marrë trajnime. E këtë po them unë. Në biznese që ke biznese po me që përpërnde këto të mobilerive që para. Janë këto firmat e mëdha, për të mos i përmend, mos keni konflikte, mos ka problem. Por unë do të marr Arden, unë do të marr një divan atë, dakor? Po si më nuk ka një nga këta ignorant një faqe interneti që të ketë katalog produktësh.
Po një. Unë jam njeriu zënë, por ti je njeriu zënë. Po. Unë zvina sokthja por që kam gjithë javën fest për të marrë një divan. E kupton? Do iki atje do bëri 7 orë në shkollën tonë. Unë du si që e jashtë Allah, hape qini tonë, pam, shok. Po kur unë shok qatë marë? Qatë po ju? Po qatë kushton mërë, qatë kushton? Asgjë. Asë i gjë. Pra, janë gjëra praktike që vinë nga mungesa e vizionit. 2.000 euro, 3.000 euro maksimumi për të bërë aplikacionet, faqen e web. Ora faqe më, po WordPress jepja më, instalim $60 bëjmë, më vetëm me një asistent e fotografi dhe për ato product description të dark që sytë e amon, me hidhe atyre, ka që atysh. O një kompani më që të ketë katalogun online më një, më merë, më një. Nuk e di, se kam vërre, për besim që nuk ketë. Dhe vim të kultura e punës. Kultura e punës, organizata shqiptare, është edhe ata që kanë më shumë para, nuk janë mësuar na një. Që të kalojnë në çfarë, në burimet njerëzore të i vlerësojnë. Isha në një kompani në autostradë, pra pak parë të bëj aksidentin, bëja konsulencën aty, dakor? O që kam hequr me ato ora. Që kishte lekër, kishte infrastrukturën që do t'ina, e them. E di si jeti për mua e themi si Nokia. Pa si u zoom për ide, për dreqe, për shojtan, si Nokia për mua. Ore, ti e si Nokia, ti e dinozaur, ti e gjë në zhdukje. Por, për ata që nuk e njohin, thash, ti mund të vdesësh si dinozaur, po mund të jesh vërtet si Nokia. S'po më këto. I them, Nokia, në fillim fare, ka qenë fabrike për punimin të pemëve. Prodhonte letra. Nokia. Pastaj u bë kompania që njihte Izotria, se ati brez ishte Telephonics Connecting People, the best in the world, 98% të tregut. Dhe i thash, gjithë kemi patur Nokia. Ti gjithë kemi patur Nokia, dakor? Dhe ti mendon se Nokia ka vdekur sot. Ti do vdesësh me këto mendje, thash, do bësh dinosaur. Nokia jo. Nga fabrik peme. Në telefon sot i thash, Nokia është një ndër top global providers for network security. Pra Nokia nuk ka vdekur, është reinvented itself, ka rishpik vete në një formë tjetër, do? Sot ke Sony Ericsson, Nokia dhe Huawei që janë për në gjithë botën. Pra 3 kompani kanë gjithë botën. Dhe kultura organizative të të t'jap një shembull perl komplet. Edhe ishte, do merrte makinat e agjentëve, dakor, të agjentëve shpërndarës. Dhe më thotë mua, merri ta komisionerën thotë mua. I them, "Amon të lutem, më thuaj racionalen pas kësaj i vendimare pas të arsyetimi, se ti nuk rresh së më habitur i moj dhe me ignorancën tonë." Dhe thotë, po në verë, thotë, agjentët, nga që kanë vak, rinë brenda në makinë e koncesioner, thotë, nuk dalin të shesin. E këpto qa, kuj vete mendjet të sëmurit të burë? E këpto? Sa i frustruar do t'jesh ti? Sa i prapambetur do t'jesh ti që të vesh mendje për diçka të tillë? E këpto? Sa duhet t'jesh më? Dhe punë e ti kryesisht kemi paragjykim për kompanitë shqiptare, se ne kryesisht edhe na sillen mirë për shkak arsye të figurës së të marrëdhënies që kemi. Kemi krijuar paragjykim. Por edhe njohin ato kompani që deri diku e kanë një farë standardi, mo hajde. Prapë me prekën për këmbë, e kanë një farë standardi. Ndërsa punojnë si ti shohim nga një perspektivë tjetër. I shohim nga një perspektivë komplet tjetër. Ne jemi akoma në fazën që punojmë se kemi armik popull. Dakor, të kemi ai që na merr lek. Pra në qoftë se në botë ndarja e 10 lekëve fitim është 5 e 5 ose 3 edhe 4 unë edhe 2 investim, këtu është 9 me 1 euro. 9 mjastik, 1 këtyre qendër. Gjitha kompanitë. Gjitha, dhe në të një pjesë, për jo gjitha. Gjitha. Shqiptare poje, me që një. Përvo të kundërt. Nuk, dakord, po nuk ti të them numrat, sepse nuk merrem me auditim, po unë të them për veten time. Unë di që realisht aty ku unë jam, investojmë goxha ke trajnimi i stafit, ke stafi, bonuse. Pra, e bëj edhe për veten time unë, sepse dua të punoj me njerëz cilët janë ndihen mirë. Nëse nuk ndihen mirë, nuk do jenë efektiv, nuk do jenë eficient, do sjellin energji të gabuar. E cila është e bukur se Frodi? Sepse në tregun shqiptar nuk ka nevojë të jesh efektiv e eficient. E ke vënë ndonjëherë? Pse? Në gjithë botën ty të treq tregu për të qenë perfekt eficient.
Ndaj edhe ti si CEO mendon që edhe punojësi ty për të qenë perfekt eficient duhet të jenë në rregull të tjetër. Në tregun tonë s'ke nevojë të jesh perfekt eficient. Pse më thuaj një shërbim që këtu ti ke nevojë të jesh eficient ose perfekt. Asnjë. Merre nga web designi. Të gjitha kompanitë këtu kërkojnë çfarë? Kërkojnë faqen e Microsoftit me 300.000 lekë. E shef ai atje, e dua si faqen e Microsoftit me 300.000 lekë. Pra kërkon Ferrari me çmim Peugeot. Fute kot. Kalojmë në këto shërbime jo egalitare, pastrim kimik. E diti që po të ulesh e të flasësh me të gjithë ata që ti u shef, kryesisht, për pastrim kimik, për hotelerin, për marrë hotelerin, do të zgjedhin në të gjitha format, the cheapest shit they can get. I thoti, ke ilaçin gjerman, ke ilaçin nga India të bjerë. I thua, ke çarçafat me 12 thurje, ke çarçafat me 18 thurje, me 26 thurje. Cilët thot janë më të tjera? Këto me 26. Sepse njerëzit mendojnë se po të ketë shumë thurje, është më mirë. Jo. Ideja është pse është më ndafshi i hollë, se ka më pak thurje, por bëhen më të sofistikuar. Dhe këta marrin të cheapest shit you can get, me vështirë popullare, etj. Pra ti po thua që tregu shqiptar është treg çmimi. Tregu shqiptar është treg çmimi. Jo treg vlere. Absolutisht, por e shoh të shumë fatmirësisht kam pas mundësinë të bëj konsulencë të biznese që janë edhe egalitare, po edhe ato që janë vërtet disa hotele që nuk ndrojnë klufte asnjëve me 5 yje o mik. Po ndrojnë vetëm çarçafët poshtë. Disa hotele që kanë 5 vjet pa lar perdet. 5 vjet apo. Disa hotele që janë 3-4 yje që kthejnë çarçafin në krau tjetër pastaj e bien të pastaj një. Think about this, man. Është çik të sillik, më nuk është kursim. Apo. Ta në 4-5 yje si vendosin vetëm. Marr treg tjetër, po të marr kafen. Ku e një vini kafen këtu më? Të dish ti qa vera shiten këtu, o lumiku. Gastriti që kanë shqitarët nga kafe, ti nuk e ke ide. E po, dhe me thënë unë që kam lënë, kam për mirë. E po, ti ke për shumë mirë. Ta them seriozisht? 6 vite, mbushen... Shkatrimin e stomakut që u bët shqiptar nga kafja, që acidra kancerogen pa fund. Sepse ai të lokali do marri kafe me 3.000 lekë, se është qelbësirë. Po më dalë më 3.000 lekë më paketim. Edhe kur ja çoj unë me 19, për fuskot, po marrë çmime referenciale, po marrë çmime kod, dakor? Ai prap do marrë ti me 19, po ta përzihen me këtë me 3. Ndaj ne agenti nuk ka nevojë të jetë perfekt atë burr. I bëj moralun agentit, i them ora misioni, vizioni, parimi, etika, shëndeti, të gjitha, kur vetë unë atje do të profesor, po çfarë ti them ai të shef mos i budallat atë burr. Ai do të mua, sa lek më jep dhe një kush është me lira 2. Ka që thjesht është biznesi në Shqipëri. Pra, ti po thuaj që ne, shoqëria shqiptare... Me roba. Pa. Me roba. Pra ti e thoi që ne të kishim standard, tregu çam, me gjithë respektin që kanë për atë hajde që është atje, dakor? Nuk do ekzistonte lumiku. Po s'ke vetëm tregun çama, ke gjithandaj. Dhe tregun industrial. Ke gabin, ke tregun industrial. Po të marr këto që janë të struktura, se gabi s'ka një të paktën. Dakor? Për të qenë se po ta vë atë, hajde. Po. Po të ishin të orientuar drejt, jo të çmimi, po drejt eficiencës së të gjërave të tij. Nuk do ekzistojnë disa fenomene të tilla. E bën tregun tim me tëndin, e bën shumë të vogël për të operuar unë ti, me misione vizione të tjera. Pse? Sepse diku duhet të thyesh diçka. Patjetër. I shpjegojnë atij për kafen, jo po është në arabike e drejtë shejtan. E du me shkum thoshte. Ora shkum është kancerogjen. Ora do të bëj sheqerin atë. Bukur. Ta bëu një super shkum ti. Ti nuk do vete në ato momente, e kupton? Se sa po ke shitur idealin tënd, principin tënd. Atë diçka që se beson. Ta bën vllai jo ti me një super shkum kafe. Me një super ngjyrë do ketë shkumë. Jo të një sheqer të mbaj, po të mbaj dhe krikën e makinës. Të marrë industri tjetër. Jo. Ti fole për vlerat që nuk kemi, ose më saktë. Tregu ynë, për sa kohë që ti përmend produkte e shërbimet, i bie që edhe pjesa e tregut në përgjithësi është treg çmimi, jo treg vlera. Unë këtë e besoj. Shumë mirë. Ti mendon që njerëzit, sidomos të rinjt, duan të edukohen me vlera, duan të marrin vlera dhe duan të marrin dhe përgjegjësi se me vlera vjen përgjegjësia? Absolutisht. Absolutisht. Por problemin ne nuk e ka thjesht shkolla. Dhe ne ka problemin familja. Dhe ne bërim një studim kur kam marrur në Shqipëri fillim fare, me kolegët tonë,
Dhe zbulohet që edhe studimet e konfirmuar të tjera, që funksionoi kokë shkencore, që e konfirmojnë njerëz që kanë studiuar sociologjikisht, që 74% deri 8% të formimit të një fëmije është familja. Resto e pastaj mbetet shkolla, institucionet, shoqënia, drejtë. Ky që janë brojtë shkolla ato që të bën shkollat, të prishin shoqënia, këto janë shprehje popullore shqiptare për se ne jemi njerëz me lokus kryesisht jashtëm, fajin e bën për herë jo fatit, jo fisit, jo tregut, nuk e marrin ai prisin. Lokus të brendshëm janë shoqëritë e zhvilluara, egalitare, dakor? Dhe në këtë sens, ne them që unë them që kemi çduar te familja. Mendimi im, këtu tani me lejo të jem komplet ma diskontot, që jam dhe çik subjektiv se nuk është fusha ime. Dhe institucionet arsimore janë reflektim i gjithë halës shoqërore që është shtuar. Kaq. Dhe po, kur kam qenë njërë në Suedi, më merr Instituti Suedez i Inovacionit për trajnim, e kupton? Dhe këtu ndodh, për shembull, dhe kjo që thash me kohën, që thash parte pjesa e investimit. Këtu bëhen gjëra dhe humbasin në kohë. Më trajnojnë mua ata për inovacione të tjera. Dhe pastaj vjen puna këtu, edhe pse unë isha i trajnuar për institucionalisht për inovacionin, me doktor shkencash i vetëm i Shqipërisë për inovacionin drejtë e tjera. Një por këtu fiket komplet Ministri i Inovacionit, politikat e gjitha çka kanë bënë një parë. Për çfarë bëjnë investimet? Dhe ishim një working group, super trajnime, plak isha kohë që nuk bëja trajnime të tilla dhe mua më trashin kryesisht trajnimet. Dhe nuk bëja shënim as i gjë se kam. Aty ka një herë parë pas 7 vjetësh në trajnime që unë më majt shënim kam parë. Dhe nga angazhuar, e kupton? Sepse ishte trajnim që ishte shumë një mirë formuar, shumë i bukur, nga ata kishin marrë CEO dhe kompanive si Spotify, ta IKEA, e kupton? Dhe kishin çfarë të dëgjojnë, ata kishin një 2-3 unicorn që kishin dalë para një viti, pak para pandemisë, atë vit në Suedi, e kupton? Ç'të dëgjojnë më plot. Ti duket kur dikush është open minded dhe ka çfarë më thonë, do që s'po tjerë lesh. E dalloni mua, ti që ke një farë kulturë e dallon. Edhe na furën disa work groups, edhe në work group ishte ishte një përfaqësues nga vendet e Ballkanit, nga të lodhrat siç jemi ne. Një Evropa. Ishte edhe një nga Evropa, ishte një nga biznesi, pra ky i IKEA-s ishim ne, ishte një nga qeveria suedeze, pra kishin edhe nga administrata. Edhe çfarë kishin? Se kisha parë herë të forum. Kishin dhe një nga një shkollë mesme. Nuk e di sa vjeç i vite, 10, 14, ku ti gjosa që bën shkollë mesme sot? 15, më futja kot. Do ishte i vogël. Dhe po flisin aty nëse çam bëri përshtypje thoshti. Më bëri përshtypje mënyra se si më intimidoi ky i vogël kur fliste. Më kap një panik valla, disa sa i kthjellët dukesh sa i qartë. Thmerë, ka këtë që bëjë dhe orë, të mërë, thash, kam lexuar gjithë jetën, sa ditë jetë ka ky, unë i kam libra, thash, unë më fiku fare. Pra, këtu ti sa po theme lezet. Unë reflektova. Pa, sa lezet që shkolla ka ndikuar, sa i besoj nga shkolla, kultura. E di pse? E di çfarë, jo se ishte më i se mua, jo. Jo se ditëm shumë se mua. Por ai ishte shumë i lirë. Ishte i lirë në the way of thinking më plot. E kupton? Nuk kishte frikë ta shprehte mendimin ai fëmia. Para një CEO-je global që menaxhon miliona euro dhe ku do një 10.000 punonjës, një profesor të administratës dhe një pedagog modest i çfarë, dakor? Ai ndjeshti i barabartë, nuk fliste kot. Pra kishte një liri mendimi që mua më intimidoi liria e mendimit. Dhe mendova, çfarë mungon këtyre tanë valla, fëmijët tanë. Kjo është liri i mendimit. Tani t'jeni sinqertë, ti je në auditorit e shkollës rregullisht. Unë shkoj me raste. Dhe unë ndjej këtë gjë. Por kjo vjen patjetër që ka familja brenda, por mendoj se është edhe nga shkolla. Studentët tanë nuk trajnohen, nuk edukohen që të dalin para auditorit dhe të përçojnë idetë e tyre, projektin e tyre, detyrën e tyre. Ta transmetojnë këtë gjithë. Por nuk u jepet kjo mundësi. Ose nëse u jepet në formën e detyrë, është kujtë po, hik, tjetër. Unë nuk të mohoj çerdencën dhe dekadencën e një sistemit arsimor shqiptar, se më reagoja më kam 6 vite që them. Por unë po të them që kur ti më vjen në universitet, daulle do dalësh apo. Maksimumi do dalësh me një timbër më të lezetshëm, por daulle do dalësh. E nuk të bën universiteti i ri. Por shikoj, principi i sistemit edukimit është 3 shkallë. Në shkollë fillore, vetëm synim dhe objektiv që ka sistemi është ta bëjë fëmijën çfarë kreativ.
të nxjisi kreativitetin e fëmijës. Pra në klasën e parë, sa është fillora, në klasën e 5, ku dëgjon çfarë është. Vetëm kreativitet. Vetëm kreativitetin na nxiti, po fëmia po ishte kurioz. Provojnë fëmijë kurioz ne? Jo. Po sepse Sistemi ose po fëmijë kurioz apo? Për një arsye, do jep detyra, është sistem John Turk, është sistem i radhës, është sistem ne mund të jemi vetëm vend në botë që kemi shprehën ulu 4. E kemi ndonjë herë, ore unë kam marrë në shkollë mor ignorant, jo të më thuash ti ulu 4. Po kam marrë në shkollë kur ta bëj gabim të më thuash si ta bëj mirë. E një herë, dy herë, 5 herë, pastaj më thuash e mësove. Të thot ai mësues në Shqipëri thotë mësove ulu 4. Kjo qëllimi është ku të ngelesh. Po, kjo pjesa e notës është shumë gabim. Skandaloze. Ore vetëm i vend në botë si ushtri ose si zbor. Ulu. Baba, 10 pompa. Din çfarë orë të thua se vajza ime, Noa, është 7:30, 8 në fund të shkurt, dhe u çua sot që në orën 5:30. Pse? Se kishte përbërë një detyrë që ja kishin dhënë dje për ta bërë, për ta çuar për sot. Ndërkohë që realisht koha fizike s'bën sens. Është shumë nuk ka logjik. Për nga një ditë për një 8 vjeçare që të bëj gjithë detyrë kursi. Nuk ka rëndësi sepse ti e mendon konceptualisht, e vendos në kontekst atë. Po. Ndërsa ai që e ka dhënë thjesht e ka mekanikisht duhet detyra, po. Jep, mirë. Nuk mendon çfarë ndodh më pas, më fare. Duhet detyra, shnet. Ushtri pra po them. Dhe di pse u thua qeret, se ka frikë që të marrë notë negative dhe ka frikë se si do dali, si do perceptohet nga klasa që kjo se ka bërë detyrë. Pse duhet ketë frikë vajza ime për një detyrë që një profesor apo një zysh ja fut kot, sepse ashtu e ka në program dhe nuk mendon, nuk logjikon, nuk e të bësh me një 15 vjeçare apo 14 vjeçare, ke të bësh me një 7 vjeçare gjysmë, 8 vjeç, që duhet lozë, unë dihet çon taekwondo, pra. Për mua më rëndësishme është ajo se të bëj asaj detyrë. Sistemi i rreth fëmijës. I rreth. Psikologjikisht i zgjerdhin në dru. Pra, e para, si fash kurioziteti. Shkolla e mesme, di çfarë objektivi ka? Që ne akoma s'e kemi kuptuar. E ke parasysh objektivi kryesor është e para vlerat, pra qytetaria. Çfarë është qytetar? Pra nëse dim si bën apo, e ke menduar ndonjëherë? Dhe e dyta puna në grup. Do thotë ai që na dëgjon e thotë po ky kanar është ky, pse më gjithë shkolla mesme këtu bazat, këtu më këtu. Ka që thjesht është. Vlerat, të mësosh çfarë është njëri me vlera, por çfarë është një set vlerë, një poshtë vlera, si shoqëri hale që jemi ne sot, që s'kemi pikë vlere. Dhe e dyta të mësoj si të punosh në grup. E ke tyra të shprehim se s'bën dy shqiptar bashkë. Po s'bën mos se s'u ka mësuar njëri në 5-6 shekuj, s'u ka mësuar njëri. Ka që thjesht është. Në gjithë botën ti e di që puna në grup është detyrë, është e detyrueshme në çdo kurrikull. Puna në grup që në kop është. Po. Dhe pasi ti e ke bërë një fëmijë kurioz dhe kreativ, pasi ke mësuar që çfarë të bëhet me vlera. Ti zgjidh vetë, ti thua, ti zotëri ti thua, janë një set me vlera. Ora, është përqendrimi për Afuscotit, Klientit, Rezartit, Sofokliut, Aristotelit, Descartit, Kantit, po ja thuash. Le ti zgjidh vetë. E para, zgjidh tani çfarë dush ti, çfarë beson ti? Je agnostik, je ateist, je drejt, çfarë dush apo? Je hinduist? Po të pak të thuaje. Dhe e dyta të mësosh si të punohet, si punohet në grup. Ne mësojmë vetëm si t'ia fusim njëri tjetrin. E vërtet. Dhe pasi ke bërë kreativ dhe kurioz, me vlera dhe të njohë si punon në grup, e çon në universitet. Aty çfarë? E profesionalizon. Çfarë do të bësh më? Ekonomist, hajde, çeki. Po nuk të bëj dot ty ekonomist, po si ishe kurioz ti si fëmijë. As mjek të bëj dot. Nuk të bëj dot ty mjek apo ekonomist, po s'di të punosh me mirin me lënë anën në grup. Sepse në këtë botë morzotri nuk bëhet gjë vetëm, as shkrimtar sot nuk bësh vetëm. Si thoshte Orwelli, once you're alone, you're a lunatic. Po ishe vetëm vllai lunatik. Ne e bëjmë çdo gjë vetëm, por kush e bëri? Unë e bëra. Kush e tha? Unë e thash. E ke vënë çdo të mirë e bëjmë vetëm, çdo të keq e ka komshiu. Unë. Po s'shkon kjo, nuk shkon. Para se kisha në emision te Uniku Popullit, para ca ditësh në lajme, vloi njati, shpik makinën që përroi Biden. Na do daçisit na vloi njati shpik. Ku vete, po ku vete. Po ku vete se so vjen zora. Një kom që vetëm prodhon shqiptar në çdo vend që shef. Dakor, DiCaprio shqiptar, ky shqiptar, sa herë kombinion e shqiptar, çfarë bënin? Aristoteli ka qenë shqiptar, kur doli gej Aristoteli, thani ishte grek. Në më ka shkonë, po e ka llafin që ka qenë i bide sumos Aristoteli, greqja e ka qenë grek prapë. Po ne jemi kombisumor për komplet. Sepse nuk kemi këtë lloj sistemi arsimor.
Ç'a do të bëjmë ne thash? Ja më këtë. Thjesht je po edukim se çdo gjë rregullohet vetë pastaj. Rregullohet sistemi elektoral, rregullohet vota, rregullohet kërkimi i përgjegjësive, rregullohet shumë gjëra. Pra po, edukimi vjen nga, unë nuk mendoj se vjen vetëm nga shkolla. Shkolla patjetër është e rëndësishme. Edhe një gjë që dhe ti përqendrohesh dhe fokusohesh në këto dalje tua mediatike që emisionit është leximi, pra librat. Pra, fatkeqësisht fëmijët të rinj, po edhe studentët, jo më larg se përpara një viti e gjysmë, një viti e diçka në ver, kam pas një vajzë që kishte mbaruar master shkencor për drejtë civile e tjerë. Dhe këto ishte mbaruar shkollën qershore. Intervista bëhet nga gushti shtatori, pak kishte kaluar 3 muaj ca. Dhe thash, a lexon? Po, tha, lexoj shumë. Çfarë lexon? Kam lexuar sa libra të shkollës, mbarova masterin etj etj. Okej. Ato çik libra Kur e mbarova? Por le të ishin shumë. Kur e mbarova në qershor? Kur mbaron? Okej, nga qershori deri tani, fund gushti shtator, ke lexuar që jo, e kam marrë pushim. Pra, mbaruar me 10. Po pra, të mbaruar me 10 masterin dhe mendojnë që leximi është i dëmshëm. Pra duhet pushim nga leximi. I need a break from taking a break. Ndërkohë që ne duhet çfarë kam kuptuar nga ti, duhet kuptojmë që leximi është pushim. Realisht duhet lexuar kur ti pushon. Pse? Karikon veten tënde, karikon trurin, karikon subconsciencën. Ti mendon kontekstuale, vën në kontekst çdo gjë. Ai e mendon si për mësuesit të gjitha detyrë për pafshim. Morë, ma kish shkrimit Po çfarë mund bëj? Ditë do t'rregoj një histori. Një vajzë që është ekonomiku tek economics. Është nga zona ime, kushira ime e tjerë. Më vjen në qershor në telefon babi vetë në qershor dhe më thotë që Glen thotë dua të gjeni punë vajzës. Kuptohet, viti kaluar ishte vit koti, ti e di, si vjet filloi shkolla, do fillonte shkolla, kishte bërë provimet. I thash, "Okej, të vi, të flasim." Po kuptohet, i vinte zor, fliste mua, erdhi më në fund. Diskutuam dhe thash, "Do t'jap mbasi ram dakord që nuk ka se çfarë bën tek zyrat tona." Thash, "Okej, do t'jap një punë thash, një mundësi punësimi, po që nuk e për ta folur me asnjëri." Okej, tha. Edhe a dashte mundësinë e punësimit, të gjë, këtë projekti. Dhe pas një jave nuk komunikon më, nuk përgjigjen në telefon për rreth 3 javë, pra deri nga fundi i korrikut. E zakonshme. Vjen pastaj dhe i them, "Pse ike? Për çfarë kanë filluar punë? Çfarë pune? Në pasqëri." Shumë mirë. Okej. Por tha ajo oferta që më bëra vlen, thash vlen, por me kusht që nuk do punosh atje. Me kusht që nuk do ikësh kështu, do lajmërosh paraprakisht 2 javë, 3 javë, 1 muaj përpara sa e ke, dhe pastaj do vish të vazhdojmë atë bisedën që bëm neve. Por këtë herë nuk do ta bëjmë me fjalë, por do ta bëjmë me të shkruar. Dhe kemi bërë me kontratë. Dhe cila ishte puna ime? Të lexonte libra. 2 muaj do lexonte ato libra që unë do i jepja dhe do bënte përmbledhjen e këtyre librave. Libra që do i jepja. Po. Ran dakord bë matematikën, i vjen lexojnë 40 libra. Unë i thash jo 40, dua 15 libra, por me përmbledhje të bërë të këtyre librave. Dhe thash nëse do mbarosh në fund të 2 muajve këtë gjë, unë do të paguaj. Sa merri atje? X. Po, X. Unë do t'jap më shumë se sa merri atje. Dhe erdhi kur bëm likuidimet përpara rreth 10 ditësh 2 javësh, që i bëra pagesën, dhe printe kështu. Tha e klienta, thash më thuaj. E di çfarë më ka ndodhur? Thash jo. Më thuaj. Tha më duken shoqet e klasës dhe të dhomës të shtëpisë ku jetojmë të çuditshme. Thash pse? Nuk e di tha, po nuk e din çfarë duan. Po hallakatura kot. Çfarë thotë? Po. Pra një njeri nga një jetesë komplet jo pro leximit. Vjen në universitet. Fillon universitetin, bën vitin e parë 2020 siç ishte. Lexon vetëm për 2 muaj, vetëm 15 libra, vetëm 15 libra. Dhe ndryshon mendsinë komplet se si duhet të ndërveprojmë me të tjerët. Dhe aktualisht nuk është duke parë më për të bërë nga këto punët pasqëri. Po. Është duke parë për të bërë gjëra të tjera. Po ne më reagoja. Kjo të ndryshon komplet mendsinë. Çfarë mund bëjmë ne? Pra çfarë mund bëni ju si universitet, ti si profesor, unë si përmarrës, si influencues, si podcast, si çfarë do lloj gjëje që ne bëjmë, që të ndikojmë ke njerëzit që të lexojnë. Unë si universitet
De facto mund të bëj shumë gjëra, de jure s'po do ta zgjidh. Unë si pedagog, de facto mund të bëj shumë gjëra, de jure po bëj relativisht mirë. Çështja është e tillë. Ditën gjë që thotë unë e besoj. Ne kam kaq shumë kohë. Jo them studentëve ditën e parë të leksionit kur prezantoj. Unë jam filani ka programi i lëndës aty, që ne them këtu përveç provimit keni edhe dy mundësi për të marrë notë në 10 pa hyrë në provim. E them mundësia e parë është që një nga ju, nëse lexon librin e atë Zef Plumit, rro për me treguar, dhe vjen e pyesur. Ka 10. Po libri është një libër tjetër them. Janë dy libra them nga George Orwell, Ferma e Kafshëve dhe 1984. Po lexon prapë keni 10. Pra pa një provim fare. E them unë çdo javë u jap artikuj që ti lexon, e keni nga The Economist, kam abonimet e mia unë Harvard Business Review, The Economist, New Yorker, këto The Atlantic. Jap artikuj, të keni lexuar një nga këto? Hiç. Vazhdo jap artikuj, hiç. E them, sikur një javë të lexoni ju, i them, për 2 muaj rresht, një javë artikull, jo libër që tjetër. Një javë do filloni të dalloni të shihni shoqërinë tuaj ndryshe. Dhe 2-3, në 110 studentë që jam unë, 2-3 e dallojnë. Kjo është punë më lirë. Është punë bindse. Dhe bindesh një popull të tërë, këto. Po bind një shoqëri apo s'po bind 10 veta, 100 veta. Do thosh ti ndryshimi po na pak. Jam dakord. Po sikur ta mendosh në fillim që ai ndryshimi kushton 720 lekë muaj. O ta bëjmë me aq pafos ti. Mister, kam një shprehje këtu që më pëlqen. Kohë të vështira krijojnë njerëz të fortë, njerëz të fortë krijojnë kohë të mira, kohë të mira krijojnë njerëz të dobët, njerëz të dobët krijojnë kohë të këqija. Në çfarë faze mendon se jemi ne? Unë nuk mendoj që ka kohë të këqija dhe kohë të mira. Për mua koha është kohë kontekstuale. Unë kam kalu, si ti që kemi qenë emigrant, kemi kalu shumë vështirësi një, dhe me kalimin e kontekstit, sepse koha është e vetme gjë që nuk ndryshon në plot. Në sensin makro, ndërsa ne ndryshojmë gjykimin e saj në varësi të aftësive kognitive dhe pjekurive që kemi. Shumë vërtet. Ta kam fjalën për kontekstin e shoqërisë tonë. Shikon. Ne duke qenë se jemi një shoqëri me ramë të shkurtër, prapë jemi ramën e kemi të gjatë. Ramë të gjatë, ramë me memorie të shkurtër. Ishte batë. Dhe ideja është e tillë, jemi kaq megaloman sa që prapë i referohemi se shoqëria tonë bën kohën. Çfarë do të them? Ti e di që ne këtë njëjtat probleme kemi pasur edhe 1500-ra. Shumë saktë. Dakor? Të njëjtat probleme kemi pasur edhe 1800-ra. Skënderbeu të njëjtat probleme ka pasur siç kemi ne sot. Ja futi po i veti. Dakor? Dhe s'menaxhonte dot po të vetë. Menaxhonte Vatikanin që i bënte një qere me dhuratë, apo s'menaxhonte dot Beracakat e pak. Dhe në një studio një herë, po prisja që të bësh intervista gati dhe shoh aty, ky kishte lek ky studio, dhe shoh aty që kishte marrë volumet e këtyre fjalimeve se vjen në parlament, në komisionet parlamentare, të gjitha shënohen. Po. Dakor? Ne kishte marrë ato volumet nga 1913 deri në 25 aty. Dhe marrë një aty kod. E hap, lexoj. What's the shit? Teatro. Identik si fjalimet tona sot që flasim. Asnjë ndryshim. Ai premtonte rrugë të asfaltuara që atëre, premtonte ujë, premtonte një lloj ndriçimi që se kishin arritur akoma, Amerika Italia më diçka të tillë. Të njëjtat. Ja të njëjtat që shaqin, ai shante atë ti ai dutje qelbërsi ti o pingaxhi se ç'i thoshte, si ishin shprehje të kohës, e kupton? Po ishte per. Pra, ne nuk është se kemi pasur ndonjëherë kohë të këqija apo kohë të mira. E kupton? Ti jemi dhe brotullohet bota rreth Shqipërisë. Ne kemi vuajtur po kulturalisht këtu e vite shekuj para, jo vite para. A mund bëhemi ne? Unë jam njeri optimist, e di, dhe besoj të gjithmonë të pozitive, të prirja, e kupton? Por çfarë do lloj iniciative të ndërmarrë kushdo, 10 eklen, 20 eklen, 30 rezervuar, çfarë do të do të marrë shumë kohë. Ndryshimet sociale marrin shumë kohë. Nëse bëhemi shumë vetë ndryshimet kulturore. Dhe unë kam arritur në pikën që po mendoj, is it worth it anymore?
Sigur, unë një ditë, sigur, do ta shtoj, po do ta shkruaj. Të tregoj përpjekjet që kam bërë për këtë vend. Jo kështu, me fjalimin siç marrën në tim. No, kam refuzuar oferta politike që se kuptoj sa budalla kam qenë. Për hir të idealit, e kupton? Që nga protesta studentëve deri më sot që flasin. Për të mos e them ti në bën ca llogari se is it worth it anymore? A vlen më? Për çfarë? Për këtë. Shka, nëse më thuaj që nuk ja vlen. Dhe për principin është tjetër gjë. Tash, hajde, diskutojmë. Jo sot në mëngjes më bëja një po lexoja, dhe mbasi lexova do në makinë dhe po dëgjoja një video të Sadhgurus, i cili po fliste për pjesën e konceptit kohë dhe konceptit motivim. Okej? Dhe i thotë që ti nuk mund të motivohesh apo nuk mund të karikohesh nga dikush tjetër. Nëse e pret nga dikush tjetër, jeta jote do jetë e gjatë, por e shkurtër. Sepse gjithkohon do jesh i mjerueshëm, do kesh strese, do kesh probleme. Ndërsa nëse ti nuk pret të motivohesh nga dikush tjetër, koha jote do jetë e gjatë, por e lumtur. Madje nuk ta ndjesh fare, ka raste që nuk të ndjesh fare si ikën 10 vite. Ndërsa nëse ti je i stresuar, i lodhur, i mërzitur, jo 10 vite, po një vit të duket si 100 vite. Pra koncepti kohë që ti thua, është koha është tani, ne jetojmë tani bro. E di çka kam bërë unë, bët pak në 6 vjet e fundit. Përpiqem të jetoj momentin, now. Dhe bisedat tona që kemi bërë. Pra përpiqem në atë moment që jam të jap maksimumin tim, në mënyrën më të mirë të mundshme timen, aq sa unë di, si unë e di, pse jeta ndodh tani. Duhet bërtas tani, duhet gërthas tani, ti në tavolin lipi tani. Pra nëse ndjem për ta bërë, bëje tani, sepse nesër nuk dihet nëse vjen apo jo. Mund të mos vi më fare. Ky që ti nuk ka bëj me kohë. Ka bëj me lirin. Patjetër, po dësh. Jo gjithë njerëzit kanë atë shkallë lirie që bëjnë atë që thotë. Të mendojnë, të thonë çfarë mendojnë, të bëjnë çfarë thonë, apo të hipin tavolinë kur duan, apo të shprehin si duan. Po e kanë dorë. Jo. Easier said than done, Easier said than done. Nuk e vën dyshim, po e kanë në dorë, gjithë e keni. Sipas optikës tënde mendojnë se e kanë në dorë. Po do të shikosh çfarë shef tjetri. Shoqëria, zhvillimi shoqëror ka qenë për herë luftë kontekstesh. Luftë kontekstesh, fiton për herë ai që kupton i pari kontekstin e tjetrit. Ti mendon se ai shikon, ai nuk shikon. E vërtetë. Ai vështron, po nuk shikon. E ke menduar ndonjëherë pyetjen që kam pasur nga marrë në Shqipëri, kur ikën në udhëtimin për trajnime nëpër filiale andaj në Sarandë. Që ke parasysh, është një kodrinë andaj nga Fierja apo nga Lushnjë që është një shtëpi tek pull në kodrinë. E thosh, çdo ajo atje tek pullu. Çdo robi atje tek pullu, ke menduar ndonjëherë? Jo, se kam menduar. Vetëm nëse bën një supervil, në një kështjellë. Ti se kanë fjalën për supervila, më kanë fjalën për ato zgjedhje që bëjnë këta katrore ku bojë si kotec e pull. Pse do të bësh atje në majë asaj? Në princip, ne jemi komplet kundra zhvillimit 1000 vjeçar të botës. Çfarë do të thonë? Ore, këtu e mira vjet përpara egjiptianët, ku lokalizuan? Deltave, brigjeve të lumeve, pse? Po sepse është fush. Ke mundësi zhvillimi, ke ujë afër, po edhe lagj dhe gatuan dhe shplazh etj, Maja është më e pisur, më e vështirë. Ndërsa ne ikim pas mira vitesh zhvillimi egjiptian primitiv, ikim lart. E ke bërë? Think about it, man, kodra e diellit. Është një version i sofistikuar e asaj shtëpisë tek pull në kodrinë Lufshit, po të them unë. Ajo? Fresku. Ne jemi këtu. E ke vërë kulmin këtu? Kodra e diellit dhe fresku. Kodra e diellit quhet kodra që e ka diellin nga kurrizi. Dhe zbie asnjëherë gjatë ditës dielli. Ndërsa fresku quhet ai që ka diellin përballë dhe i bie gjithë ditën dielli përballë. E ke menduar ai këtë? Se kam menduar. Per. Nuk e kam menduar. Per, ai quhet fresku. Dhe kjo quhet kodra e diellit. Këtë kodra do duhesh ti ishte apo? Po. Se te kodra e diellit nuk e shef ndonjëherë dritën në shtëpi. Shef lesh një pjesë. Kam qenë aty. E di pra di pse e ke. Po e ke me kurizmë gjithkohë diellin. Se ke kodrën e mbrapa, ke shtunë. Shumë e vërtetë. Në këtë sens
Nuk e di tash, është çështje çfarë shef tjetri, jo çfarë shef ti se shef tjetri. Përpiqja e të futesh derisa i ka një karat të dotës, do të isha në Itali. Ishte një grua tek pull në shtëpi. Ore çfarë bën këtu ti? Por pos arsye tinë që më dha, e di çfarë bëri përshtypje që asaj si bënte përshtypje që ishte aty. Nuk është diçka normale. Këtu kam lindur, këtu do vdes. Po, aq shef më. Aq. Vizioni që po presin ne. Unë po të futëm ke pjesa e ekonomisë informale, ne do zgjatim të pafundit. Do futëm ke pjesa e librave. Nuk do hyte kurrikulat e universiteteve sepse di që aty ke edhe s'ke mundësi të ndikojmë, po e dim të dy, e dim të gjithë që realisht është ende sot e kësaj dite ka libra që janë para 30 vitesh. Që fekale e madhe, edhe ata që po bëjnë të kompensojnë. Por për librat nisë, unë di që ty të ka ndryshuar jetën Ecce Homo. Jo, Ecce Homo i Nietzsches, po. Si bet njeriu ai që është përkther dyshë Ecce Homo. Dhe kam edhe libra të tjerë këtu që është Dashuria nga Stendhal, Historia e mendimit ekonomik nga James Canberra, 110 vjet më patjetër nga Gabriel Garcia Marquez dhe Amoku nga Zweig. Diçka për t'i ngacmuar ata që na dëgjojnë se na shohin për këto libra. Pra për sa kohë që një libër ndryshon ty mënyrë si të mendon për jetën, libri është puna e njeriu të mendoj unë. E di që unë i kam porositur sot 2 kopje të librit? Po, prej teje? Po. Një për vete dhe një për zyrën. Mbet që, Nuk e kisha lexuar, të jemi sinqert. I porosita sot. Do të ne kam lexuar Gabriel Garcia Marquez. Kam dëgjuar një përmbledhje të Stendhalit për dashurinë, ndërsa këtë libër nuk e kisha lexuar të Nietzsches. Është botimi i rrallë, nuk e para keq çka, nuk e di e ke Eugenia për këtë. Unë mendoj se librat janë si njerëzit. Do të thënë nuk të ndryshojnë ty jetën, po nuk pati një event kontekstual. E përsërisht ti takon qindra e njerëz në jetë. Njëri do t'i ngacmoj. Unë e di më mira, por në varësi të kontekstit mban mend dikë. Po jo se mban mend dikë se ishte per se njeri. Po e mban në varësi të kontekstit. Domethënë, edhe kur gjur një femër për shembull, mund të shijosh 20 femra të bukura rrugës, po është një moment që njëra duket ndryshe. Nuk e di më kuptoj. Edhe librat ashtu shoh. Për shembull, me Nietzsche, mu më ndikoi një periudhë që ishte periudha siç ka qenë Shqipëria për herë me poturën për këmbë me tranzicionin, dhe ishte një luftë me veten time të ikja apo të rija në Shqipëri. Unë kam një shkollë Ciari Fuci, kryesisht në periudhën që unë isha një shkollë që prodhonte. Nga shkollat e mesme në Shqipëri, 2 shkolla kanë qenë që prodhonin njerëz me drasa mangët kryesisht, që ishin jashtë linjës së prodhimit të fabrikës kryesore. Ka qenë kolegji turk Ciari Fuci. Dhe kanë pasur merita intelektuale dhe akademike në Shqipëri të papar për historitës. Dhe ishim në atë dilemë, tiknim apo të rim, dhe kur lexova këtë librin pastaj më bëri komplet njëri komplet tjetër. Fillova me radha të Nietzsches pastaj 1 2 3 5. Pra më ndryshoi, më dha sputon për të zhdukur nga ky vend. Vim te libri tjetër që ishte Historia e mendimit ekonomik që James Galbraith, është një përkthim i Gramos Pashkos. Shumë i bukur si libër për këdo të ri që do të futet në botën e ekonomisë të shikojë një pjesën si funksionon principi i ekonomisë. Jo më njëherë çmimi i trekut, trajnimi i trekut që shitja, por shikojë atë mendimi ekonomik si ka arritur. Sepse është një përshkrim perfekt nga Jamesi. Dhe e di si ka qenë rrethana e asaj, hyrë në javën e parë në auditor, kishim mikroekonomi në shkollë, ishim një grup ndërkombëtar në Varshavë. Ne kishim spanjoll, gjermanë, greqë e tanë. Edhe hyrë këtë javën e parë, duke folur me një tjetrin pas leksionit, hyrë në seminare kanë pas leksionit. Jo bursa, jo kjo, jo ashtu, jo kjo. Unë i shifja si flisin në djeva, disa keq unë djeva më. Tash vetë orave unë notat mira i kam pas shkolla, vaj kanë këto informacione, më fliqen fare. Ku dini ta bursën, kriza, Keynesi, von Misesi, e kupton politika më. O zoti i madh. Po çfarë bëre? Më nxiti. Një të vak me vrap në shtëpi, futu në Amazonon, marr telefon motor që ishin në Tiranë. Atë i them, më gjej pak edhe një libër në shqip që të ketë për këtë kritere. Dhe gjeti atë rastisht, jo se desha unë atë. Brillant si përkthim. Ma nisi motra dhe kopertina,
Dhe e pa që ju isha i mërzitur telefon, më te faqja e parë bën një dedikim. Idetë më të mira ndonjëherë vijnë nga kushtet më të këqija. Mos u mërzit, se harroj atë dedikim të motës. Dhe se harroj atë libër. Sepse kam parë këndvështrimin e ekonomistë që nga hershmëria e vet. Dhe të them edhe, po të mos e kishe lexuar atë, nuk do isha ky ekonomist që jam sot. Ndoshta do isha një më teknicien, më dogmatik, më daullë, më daltall. Po më dha një way of thinking që ishte shumë e bukur, në perspektive një ndër historianëve më të mirë të ekonomisë që Allah. Dhe kur u ktheva më pasaj në shkollë, çfarë bëra? Hyra dhe unë muhabet me ta, unë diva dhe unë i barabar me ta. Dhe nuk e ke iden sa mirë jam direkt. Dhe vura aty për herë të parë që nuk ishte në rëndësishme, ishte shqiptar, ishte i bardh, i zi, i kuqe etj. Por ishte sa e ke këtu, sa i kulturuar e kaq e pjesësh. Dhe përvjen keq për studentët këtu, sepse ndërkohë që mua ata atje më nxitën, po këta që i vjen kafe kur si nxesin ato. Sepse këta edhe kur hyn në klasë bëjnë muhabet TikTok. Bëjnë muhabet varlesh tot pa pikë. Ndërsa mua ata më nxitën. Më bën më konkurrent, më bën më të mirë, më bën kompetitiv. Kjo pak shumë ka qenë një historia e këtij libri të historisë ekonomike. Vedi, Nisëm do ta mbyll me diçka, që je një super komunikues ti këtë ditë kanë thënë. Kush mendon ti është komunikuesi më i mirë në Shqipëri ose në shqiptari? E di pse. Unë mendoj dhe besoj që arti, pra patjetër studentët duhet të mësojnë për veten e tyre. Pra kush janë, çfarë duan, çfarë vlerash kanë, çfarë misioni, çfarë vizioni kanë për veten e tyre dhe pastaj për aty ku do shkojnë. Nëse të shkojnë në biznes, shkojnë në biznes që realisht ka ato vlera që këta dhe atë mision e vizionin që i ngjashëm të tyre, patjetër, e pa diskutueshme. Por duhet të mësojnë të shesin dhe që të shesësh duhet të komunikosh. Që kush mendon ti nëse ka ndonjë komunikues më vërtet mirë në shqiptari? Unë kuptoj që ti e ke të shitja. Jo vetëm, po kur do të duket paradoksale shumë përgjigje që të japin. Jo, është mendimi yt. Sepse për jetën e përditshme ke shumë komunikues të mirë. Ke shumë. Po se më vështirësohet kjo pjesa, unë njoh shumë njerëz që janë shumë komunikues të mirë. Janë të tmerrshëm në shitje. Po për njerëzit që ndoshta na dëgjojnë, do duhet një emër që është, ku dëgjojnë, edhe i rrafur publikisht etj. Në përmendimin tim komunikuesi më i mirë, në sensin e shkencës komunikimit, është Arjan Çani. I bën zborin asaj objektive. Disa e vështirë është komunikimi me kamerën. Dhe kur themi komunikim me kamerën, jo dash mirë ti. Të përcjellësh mesazhin ti, se po harron që po drejtohesh 100 njerëzve, jo 2, edhe 1, 3, 5. Unë e kam ndjekur që nga radio, zotrin. Dhe ka perfeksionuar teknikën e ekranit në komunikim dhe ruajtjen e balancave me njerëzit, ruajtjen e banalitetit me atë kalimin për pjesën e tranzicionit, mënyrën se si përpiqet të mos vër bark asnjëherë komunikimin. Edhe kur vë bark komunikimi, atë nuk e dallon, me çdo gjë në komunikim e dallon. Se njerëzit nuk e dinë që komunikimi ka disa amplituda, është shkencë më vetër. Patjetër, është pjesa e barkut që ti nuk e është të vijë, është pjesa e po të ndash vetën e komunikimit ke pjesën e rritjes, pastaj ti duhet varësh në farë tranzicioni këtu, do të ka një saturim të vogël, ule me qëllim ekstrem që ta ngresh punën që edhe ka shkencë për vetë edhe kjo punë e komunikimit. Dhe nga të gjithë komunikatorët që unë kam parë, ai njeh më mirë këto teknikalitetet të komunikimit. Do duket ndoshta paradoksale, jo është. Por në optikën time, komunikator më të mirë me masën, se ai nuk ka parë akoma. I bën zborin asaj brimës së zezës të kamerës. Që është gjë më e vështirë për njëri. Që të kontrollojnë atë, se kontrollojnë këtu tet-a-tet, hajde fol. Jo, ti pse desha. Pjesa tjetër janë të shtirur, janë shumë të shtirur, janë shumë take off. Dhe që mendojnë se nuk e dallojnë njerëzve, është komplet. Jam shumë dakord, çdo gjë dallohet. Po. Pra ndjesia, emocioni, etj. që përçon është eksakt. Thjesht njerëzit bëjnë paqe se përtojnë të merren. Si dola mirë, shumë mirë dola. Përtojnë tash do të shpjegoj ti pse dola mirë, po. Ti di shumë mirë. Dhe një nga arsyet që mendoj unë emisioni yt ka sukses është sepse ty s'të plas fare. Fare. Madje unë çdo fillim emisioni u them njerëzve dy gjëra shumë të thjeshta, mos merrni asnjë gjë seriozisht në këtë vend. Një, dhe konsideroni këtë hapësirë si hapësirë komplet të lirë.
Mund të themi çfarë do më. Përsa kohë nuk i bim njëri në qatë. Dhe de facto kur je i kulturuar dhe je qytetar nuk i bim njëri në qatë. Thua pesh mendimin tënd. Kështu që janë gjëra të prezumuara. Shumë saktë. Shumë faleminderit se unë e di që do të jege kohën epikatore. Për këtë bisedë, shpresoj ta kesh shijuar. Shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi. Faleminderit ty dhe për kohën. Të uroj që kjo iniciativë në ato objektivat që ke ti të hedhë ca pika, se je di që do bëhet pika. Po. Dhe uroj që vërtet të rezonojë iniciativa dhe me shumë njerëz të tjerë. Të paktën çka tham sot. Unë mendoj që janë mesazhe të forta. Këtu ne folëm për shkollimin, folëm për edukimin e vazhdueshëm, folëm për të qenë i lirshëm me veten tënde, folëm për të vendosur objektiva, mision, vizion, për të patur vlera, për të përcaktuar se për çfarë qëndroj. Folëm patjetër që ti duhet gjatë gjithë kohës të kujdesesh të edukosh veten tënde. Dhe mendoj që këto janë mesazhe fantastike për çdo person, jo thjesht i ri, për çdo njeri të kuptojë që ti nuk mbaron kurrë procesin e rritjes, procesin e zhvillimit. Është gjithçka, do të thënë, unë kam ndaj një eksperiencë fantastike nga personi që ku unë shkoj rregullisht që lustroj kputucët. Kemi dashur ta intervistojmë dhe nuk na ka pranuar deri tani, me thënë drejtë. Në një ditë të bukur, i thashore pse e bëm këtë punë, se kam paktën 7-8 vite që shkoj unë atje. Dhe thot, ngren kokën, thot, sepse e dua, thot. Është si mund ta duash të punën? Ngren kokën, thot, dhe si kryeministri të më bëjnë nuk bëhet. Unë e dashuroj këtë punë që bëhet, dhe shumë pse? Sepse tha, unë nuk lustroj thjesht kputuc. Unë shikoj se si ndryshojnë njerëzit mënyrën se si ata mendojnë për veten e tyre kur vinte unë dhe kur ikim. Pra unë shtoj rris besimin në veten e tyre njerëzve. Dhe për mua ky ishte super mesazh, pra nuk ka rëndësi se çfarë ti bën. E rëndësishme atë që bën, të kesh mundësi të kujdesesh që atë shërbim, atë produkt të ndikosh te dikush tjetër për mirë. Dhe kjo është mrekullueshme. Është misioni. Po, dhe këtë gjë dua të bëj edhe unë. Pra këtë hapësirë që ne kemi me shok, me miq, me të njohur, me persona të cilët me të vërtetë mendoj që shtojnë vlerën komunitet dhe shoqëri, të përçojmë të mesazhe, se nëse i përçon vetëm ato që të di pak më përpara, pra vetëm aq do shkosh. Atë mesazh do përçosh. Nëse bëm këtë gjë në grup, në ekip, çdo gjë ecën. Unë merr masën. Faleminderit. Faleminderit. Rrofsh.